Prishtina është zbukuruar dhe e mbushur me atmosferën festive të Fitër Bajramit. Pas muajit të bekuar Ramazan, një angazhimi njëmujor të pasur me aktivitete të ndryshme, qytetarët janë të gëzuar dhe të përgatitur për të festuar këtë ditë. Në intervistat me qytetarët shohim emocionet e tyre, duke theksuar rëndësinë e festës për bashkimin e familjeve, miqve, si dhe për solidaritetin me ata që kanë më shumë nevojë. Qysh e festoni Bajramin? E festojmë me gjitha të mirat, në familje, me shoqëri, të gëzuam, hareshëm, inshallah Zoti na i ka bërë kabul. Kone kishe uru sot për këtë festë? Pikë pari familjen, ndar popullin shqiptar. Qysh të ndihë është sot? Jemi një shumë mirë, krenario për popullin tonë, që jemi kaq shumë persona këtu që jemi orë për në folë. Fitër Bajramin, respekt për gjithë, edhe për festire, për vindun, respekt për gjithë. A na tregon qysh e festojnë Bajramin ti? E festojnë me mis, me dashamirë, me familjarë, me gjithë dashamirë, mundohem ka pru me sa ma shumë të vizitojnë, me kim të shqitë në vizitojnë në të. Kone kishe uru sot për Bajram? Kisha urua gjithë popullin shqiptar, edhe ata që janë gurbet, po të ashtë gjallin në runën me nipat, i kom agronën, smolën në timin Amerikë. Edhe mesën a nejë të me duhet shumë. Qysh e feston festën e Fitër Bajramit, a na Me tregon? familje festoj, me tafnit të mi. Kone kishe uru sot në këtë ditë? Kisha urue nonën teme, ja kisha bo për haj Bajrami, motrave, këtë familjarë tjerë. Apo na tregon qysh po ndihesh sot në këtë ditë feste? Knasësia me madhe nuk ekziston. Knasësia me madhe si sot nuk ekziston për besimtarë. Kjo është kur ban Fitër Bajrami. Qysh e feston ti? Qysh e feston Fitër Bajramin? Në knasësi. Çka bën sot në këtë ditë? A? Çka bën zakonisht në këtë ditë? Rrim bojmë Bajram në shtëpi, në vllazër, në këtë, në parafisin, edhe falenderojmë Allahut që na ka bërë mos. Qysh po ndiheni sot? Po mirë, të lumtur. Qysh e festoni festën e Fitër Bajramit? Po, tradicionalisht tash në për vizita për mes familjar, kushërin, vllazën. Kone kishe uru sot? Po, e kisha uru nonën time që nuk e kam. Ka ndru jetë nënturën e vitit kalu. Ata kisha, si zakonisht e më shkru të më përqafu të parën ato, po këtë vetja që nuk e kam. Po ndihesh sot? Shumë mirë, shumë mirë. Qysh e feston festën e Fitër Bajramit? Po zakonisht filloj me falën e Bajramit, ama sani me vizitat e familjarë, presim mysafir. Ky Ramazan qysh t'ka shku, qysh e ke pati? Mirë, përgjithsisht mirë. Qysh e festoni festën e Fitër Bajramit? Çka bëni zakonisht sot? Për gjithë shka, fest shumë e mirë është, shumë e bukur për muslimanizm. Miroj gjithë shqiptarëve kudo që janë muslimanët, kudo që janë Fitër Bajramin dhe Zoti Allah ka bëllë, inshallah, me gjitha të mira vinë. E lona këqijat krejt e vetëm të mira, inshallah. Qytetarët po e festojnë këtë ditë të madhe me aktivitete të ndryshme, nga namazi i sabaut e Bajramit, drekat familjare, vizitat, deri tek ndihma për ata që janë në vështirësi dhe për kushtimin ndaj traditave të pasura të Bajramit.